Përshëndetje, sot do të shkojmë në disa dyqane, sepse dua të shikoj se çfarë ka ardhur e re për sezonin e dimrit, sepse ende nuk kam bler gjëra për dimër. Edhe tani jemi duke ikur me Angelon edhe me zjarin, por zjari është te karroca, është zgjuar akoma, por që ka orarin e gjumit tani, sepse deri tani lozi me ne, piu, ndrua dhe është gati për gjumë. Doja t'ju mirja dhe ju me vete që të shikoni se çfarë ka të re këtu, edhe t'ju tregoj pastaj në fund se çfarë do blej unë. Koha është pak e brentur, por është vap. Sa po morëm për të ngrënë dhe jemi ulur tek një park. Kemi marrë pulë të pjekur edhe patate. Sa të mira janë patatet si çipsa. Edhe pulën e kam pjekur shumë mirë. Sa i bukur ky? Është 60. Por që nga i shkurtër. Jam ullur në një lokal, sepse do njën të hani më përsirë. Edhe tek Stradivarius duke Bershka ishin gjëra shumë të shëmtuara dhe ishin shumë shtrenjtë, nuk ja blenin. Ishte për shembull një hudi 25 euro, hund me 20 euro dhe sipër, kishte lusha të shkurtër si që patë edhe jo me 60 euro. Do të ishin gjëra shumë të shëmtuara dhe bluzët ishin shumë të shpifra dhe nuk bleva asgjë, por kam një dyqan tjetër këtu që ka gjëra shumë të bukura, edhe që do shkoj tani pasi të ha ëmbëlsirën. Kjo është edhe ëmbëlsira, është si tort me çokoladë. Edhe uji. Po kaloj pak dhe nga marketi tani, sepse më ka mbaruar detergjenti për rrobat e zjarit, edhe më duhet ta marr me se s'bën. Ja erdha këtu. Kanë ardhur çokolada të reja dhe të rona. Edhe gjëra për Halloween. Unë kam pak që kam ardhur në shtëpi, por nuk arrita të filmoja për arsye se jam marrë me zjarin deri tani, sepse ai filloi të grindej dhe mori pak uria. Dhe sa pa e kam ushqyer, e kam ndruar dhe tani sa e zuri gjumi, se nuk donte të flinte. Se ka zënë gjumi dhe ora është 7 pasdite. Edhe ishte te dyqani që ju thash që ka rroba shumë të bukura, por as atje nuk gjeta gjë, kam gjetur vetëm një palë streçe shumë të bukura, të zeza dhe i mora. Dhe kam bler 1-2 kapse floku dhe t'ju tregoj tani. Është vetëm kjo qesja këtu. Kapsja e parë është kjo. Është kauçuk, por është me gura, sepse mua më thyen ato që kisha, sepse kur i vete koka dhe mbështetem kështu tek muri, edhe ato më thyen. Janë disa lidhse floku. Është edhe kjo, është larës për biberonat e zjarit. Është si puna e ferit, por është kastile për biberonat e bebit. Edhe kjo është shumë i mirë, nuk është se bën shumë shkum, por që i lanë shumë mirë biberonat. Edhe i heqë të papastërtin. Dhe mora sepse po më mbaron të ajo që kam dhe Angela ka futur te kjo qesja këtu. Sepse më mora edhe detergjent edhe aromën e rrobave të zjarit, por ato i ka lënë te kati i parë ku është dhe lavatriçja. Kurse këta kam marrë këtu lart duke qenë se unë e përdor këtu në katë dytë. Tjetër janë këto karficat kështu të kuqe që vjen një këtej dhe unë doja disa të tjera, por nuk gjeta. Dhe gjeta vetëm këto dhe i mora sepse kam një bluze kështu lush me këtë ngjyrë. Edhe është shumë e bukur. Edhe do më shkoj me këto. Okej, kjo janë streqet. Dhe tjetër është një kapse tjetër që është shumë e bukur. Është si flutur, por është me perla.
Kjo ka kushtuar €1.80. Okej, do të prerë këto, të provojnë të hapë. Mëra. Është shumë e bukur. Edhe shkon shumë në flok të zi. Edhe kap, madje është dhe e madhe, edhe është e fortë. Okej, streqet janë këtu. Janë të zeza, të thjeshta, janë kështu të gomara. Janë me bel të lartë edhe mbrapa. Janë me këtë pjesën këtu si elastik edhe me xhepa. Dhe poshtë janë të ngushta, nuk janë të gjera pra. Këto rrinë shumë bukur në trup, ndaj unë do t'i provoj tani. Këto kanë kushtuar 16.95. €17. Po ja vlenin se janë shumë të bukura. Unë do t'i provoj tani dhe do ju e tregoj. Sa po i vesha dhe streqet dhe kam ndruar edhe bluzën që ta kombinoja dhe duke pak bukur. Pra, këto janë streqet. E di që duken yll. Janë dhe shumë të rehatshme. Kështu duken edhe anash, edhe barku im 1 muaj pasi kam lindur, kam kota iq edhe pak, edhe mbrapa janë kështu. E di që dhe bluzja është shumë e bukur, por bluzën e kam kostum, një palë, tutat e tjera në ngjyrë gri, që e kam blerë në Shqipëri, nejse, se kalova në temë tjetër. Pra streqet janë 10/10. Tani unë mbarova me gjërat që bleva dhe që t'ju tregoja juve. Tani do të shkojmë te kuzhina dhe do të bëjmë byrek, sepse më ka kërkuar Angelo byrek për darkë, kështu që ikim shpejt e shpejt. Dhe byrekun sa po e poqa, kam bërë me spinaq dhe me djath, ndërkohë kam bërë dhe një sallatë jeshile me domate, me djath të bardhë, edhe me kumbulla të zeza. Tani ula të ha darkën, me qenë se dhe zjarri nuk është ngritur akoma dhe kam pak kohë, të laj edhe këto enët, pastaj do shkoj tek dhoma dhe të pres që të zgjohet çuni. Kjo ishte edhe darka ime, e lehtë, besoj. Dhe pse byreku është brum, por s'ka gjë. Një copë byreku nuk na bën dëm. Ju puth për të gjithëve dhe do të shihemi në videon e radhës. Natën e mirë.